Pas sulmeve izraelite dhe amerikane ndaj objektivave bërthamore të Iranit, Teherani ka përforcuar qëndrimin e tij lidhur me pasurimin e uraniumit. Një antar i lartë i parlamentit iranian, Aladin Bojojerdi, deklaroi se vendi është teknikisht i aftë të pasurojë uraniumin në nivelin 90%, pra ky që përdoret për armë bërthamore, por theksoi se Irani nuk ka për qëllim të prodhojë bomba atomike. Sipas tij, pasurimi në këtë nivel mund të jetë i nevojshëm për qëllime si furnizimi me energji anijeve oqeanike. Komentet e tij pasqyrojnë një vijim më të ashpër nga ana e Iranit, i cili tashmë nuk pranon kufizime për pasurimin e uraniumit, duke deklaruar se do të zhvillojë programin sipas nevojave të veta, pa u përmbajtur kushteve të vendosura ndërkombëtarisht. Ai e quajti kërkesat për pasurim zero ndaj presidentit amerikan Donald Trump si një mashtrim. Ndërkohë mbetet i paqartë nëse dëmi shkaktuar nga sulmet ndaj objektivave nëntoksore iraniane kanë frenuar realisht kapacitetet bërthamore të vendit, edhe pse SBA ka deklaruar se programi bërthamor iranian është dukur përfundimisht. Kreu i IAS, Rafael Grossi, vlerësoi pengesat për Iranin janë të përkohshme dhe mund të kapërcehen brenda disa muajsh. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike ka ngritur shqetësime me mungesën e transparencës së Iranit, duke akuzuar për mos bashkëpunim në lidhje me aktivitetet e materialet bërthamore të padeklaruara, që bien ndesh me marrëveshje ndërkombëtare për mospërhapjen e armëve bërthamore.